Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Briseida Çakëri vjon takimet me qytetarët. Së fundmi ajo është takuar me pensionistët duke nisur kështu ditën e takimeve me ta. Si gjithmonë të dashur e mikpritës e me zemrën plot buzëqeshje, thot kandidatja Çakëri. Kandidatja Çakëri dhe pensionistët biseduan për nevojat e tyre, sepse sipas saj u detyrohemi shumë dhe më shumë se ç'mund ta shpreh me fjalë. Kandidatja Çakëri u kërkoi pensionistëve që të votojnë për Partinë Socialiste dhe për të, pasi Partia Socialiste ka një program të mirë studiuar për të rritur pensionet, por gjithashtu edhe për një jetë sa më dinjitoze për moshën e tretë. Pensionistët i shprehën mbështetje kandidates Çakëri, duke i uruar gjithashtu suksese në këtë rrugëtim. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Briseida Çakëri ka zhvilluar një takim edhe me tregtarët e frutave dhe perimeve në Vlorë. Sipas saj, çdo ditë ata punojnë pa u lodhur, nuk nguruan të na mirëpresin dhe të na flasin për punët që i presin, shprehet ndër të tjera kandidatja Çakëri, e cila u premtoi se do të jetë pranë tyre me qëllim që të mundësojë një jetesë më të mirë për ta, por edhe një situatë më të mirë infrastrukturore në tregjet e qytetit.